nisi rrugtimi yt me astrologjin? Nisi si pasion, si kuriozitet mbi këtë fushë? Të vërtet nisi si mënyrë ose mjet për të njohur veten. Unë kam qenë gjithmonë një person që kërkoja të shikoja kuptimet që fshiheshin mbrapa dinamikave të ndryshme. Mundohesha që të kuptoja se si lidheshin gjërat me njëra tjetrën dhe kisha shumë informacione, por këto ishin shumë të shpërndara, si në lidhje me besimin, me spiritualizmin, në lidhje me shkencën. Të gjitha këto ndonë se i jepnin një farë kuptimi ose arria që t'i lidhja me njëra tjetrën, nuk arria që të kuptoj arsyen pse ndodhin gjërat. Dhe ishte astrologjia ajo çfarë më dha këtë si përgjigje. Mënyra se si u prezantova me të ka qenë nëpërmjet internetit, nëpërmjet Instagramit, të themi, kur përballem me një reel të profesorit ose të personit që do të bëjmë vonë profesorin, dhe ai po shpjegonte mënyrën se si ne kemi vendin tonë në univers.